Well, I'm not looking for a magic Unë data. nuk është se po kërkoj Looking ndonjë gjë, looking at what we are ndonjë living datë day by në day. vetvete magjike, por ne do të shikojmë dita ditës se çfarë po bën Shqipëria, pra arritjet e Shqipërisë dita ditës. Dhe sa po të kemi përfunduar procesin, në atë moment Shqipëria do të bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian. Pse jo madje edhe më përpara? Pse jo përpara vitit 2030? Që do të thotë që në rast se Shqipëria do të vijojë me këto rezultate me të njëjtën ritëm, atëherë është tërësisht e mundur që Shqipëria të bëhet shtet antar i Bashkimit Evropian përpara vitit 2030. Megjithatë, gjitha kjo varet nga ecuria juaj, pra nëse do të vijoni me të njëjtën ritëm, edhe unë jam i sigurt që me këtë mesazh të fortë që kam për qytetarët shqiptar dhe për ju Edi, për ekipin tuaj, që në muajt në vijim dhe në gjatë 2 viteve në vijim, unë jam i sigurt që ju do të bëni një punë të shkëlqyer. Dhe vitin tjetër, kur të vi sërish për vizitë, jam i sigurt që nuk do të na duhet që t'i përgjigjemi të njëjtës pyetje, pra do të jetë e mundur apo jo, sepse ndoshta pyetja do të jetë që po, unë këtë dëshiroj të dëgjoj, pra që Shqipëria do të bëhet shtet antar së shpejti. Faleminderit.